Unë jam Andi Braqa, edhe banori i fshatit në Tuj. Ky fshat i ka shumë mungesa, ujë, ndriçime, rrugë, njerëzit po ikin, investime nuk po ka më, ka qenë shumë njerëz që ka pasur kjo komuna këtu. Dhe tani, në qoftë se do mirëshe një mas, një investim, një diçka këtu, do bësh zona më e zhvilluar nga siç ka qenë vitën parë, se tani thjesht jam drejt shkatërimit. Jetoj në Gjermani, jetoj ande, kam 3-4 vjetë që rri ande dhe tani kam ardhur këtu, po e shoh që nuk mund të rish dot në këtë zonë më, se thjesht është shkatruar çdo lloj gjëje. Dhe jemi të detyruar që të lëvizim gjithë. Kemi mbjell shumë pemë, pulling, livando, po është e kot. Fadromat e gjëra kështu nuk mund të vinë asnjëherë këtu. Se 2026 mos ketë rrugë aty, ja rinia janë këtu, janë gjithë drejt tikje. Në qoftë se do ishte bërë më përpara, nuk do kishte niku kaq njerëz. Ka qenë posta më përpara këtu, komuna, spitali ka qenë ajo pjesa aty poshtë. Ja tani është bërë një qendër shëndetësore dhe tani qendra shëndetësore po mbyllet avash avash. Mund të zgjasë edhe një vit kjo pjesë, edhe nuk mund të zgjasë më. Në qoftë se nuk do marrin masa edhe shteti dhe bashkia, komuna.